Ajo kthehet në një vend që ishte betuar se nuk do ta shihte më kurrë, duke u përpjekur të ikë një të kaluarit që ende i dhem. Gjithçka duket e qetë dhe e zakonshme, derisa shenja të vogla fillojnë ta shqetësojnë. Ajo që dukej thjesht si një fillim i ri, zbulon diçka të fshehur prej dekadash. Dhe ky zbulim ndryshon plotësisht kuptimin e historisë së saj. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanal dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni. Tani, le të vazhdojmë. Elira nuk e kishte imagjinuar kurrë se do të kthehej në Gjirokastër. Qyteti i gurtë, me kishat e tij bizantine dhe rrugicat me kaldrëm, ishte vetëm një kujtim i largët i fëmijërisë, i atyre verave kur gjyshja Tefta e merrte me vete për të vizituar mikeshat e vjetra. Por jeta i ka këto ironi mizore që e shndërrojnë të kaluarën në streh, kur e tashmja shembet. Makina e shtrenjtë duke je huaj në ato rrugë të ngushta, duke tërhequr më shumë vëmendje se sa i pëlqente Elirës. Ajo i jepte makinës ngadalë, duke vështruar dritaret karakteristike të shtëpive, të zbukuruara me drita të thjeshta krishtlindjesh dhe banorët që përshëndesnin njëri tjetrin me kokë, sikur të njiheshin prej një jete. Ishte fillimi i dhjetorit dhe qyteti tashmë e ndjente atmosferën festive me atë thjeshtësi që ajo e kishte harruar se ekzistonte. Shtëpia ndodhej në rrugën e pazarit, një ndërtesë dykatëshe me mure të trashë dhe dritare druri të lyera me një bojë blu të zbehur. Elira parkoi përballë portës së hekur të ndryshkur dhe qëndroi disa minuta vetëm duke vështruar. Ajo ishte shtëpia e stërhallës Lulieta, motrës së vogël të zonjës Tefta, e cila ishte ndarë nga jeta disa muaj më parë. Një shtëpi që tani ishte e saj, e trashëguar pothuajse rastësisht, pasi askush tjetër nga familja nuk ishte interesuar për një pronë të vjetër në një qytet të jugut. Kur zbriti nga makina, e ftohta e pasdites Gjirokastrite e zuri në befasi. Në Tiranë, edhe në dimër, betoni e ruante nxehtësinë. Këtu, era zbriste nga malet duke sjell një freski të lagësh që të hynte deri në palës. Elira tërhoqi pallton e leshtë italiane dhe hapi bagazhin. 2 valigje të mëdha, një çantë dhe një kuti me të vetmet sende personale që deshi të merrte me vete. Pjesa tjetër mbeti pas, bashkë me jetën që nuk e donte më. Chelsea ishte pikërisht aty ku I kishte thënë avokatja, poshtë vazos së tretë me fier në verandën anësore. Elira buzëqeshi me ironi. Në Tiranë, askush nuk do ta linte Chelsea në një vend kaq të dukshëm. Por këtu, me sa duket, njerëzit ende I besonin njëri tjetrit. Kur hapi derën, era e shtëpisë së mbyllur I mbushi hundën. Myk, dru I vjetër dhe diçka që I kujtonte livandën. Të gjitha dritaret ishin të mbyllura dhe drita e paktë që depërtonte nëpër të çarat e grilave vizatonte vija të arta në dyshemen me dërrasa. Elira eci nëpër korridor deri në dhomën e ndenjes, ku mobiljet e mbuluara me çarçaf të bardhë dukeshin si fantazma të një kohe që nuk kthehej më. I la valigjet te hyrja dhe shkoi drejt e të hapte dritaret. Kishte nevojë për ajër, për dritë, për diçka që ta bënte të ndjente se ky nuk ishte thjesht një tjetër gabim në një varg vendimesh të këqija. Kur dritarja e fundit u hap, pamja e mahniti. Prej andej mund të shihte oborrin me pemë mani dhe, në sfond, kambanaren e kishës së madhe, që pritej qartë në qiellin që po merrte nuanca portokalli të mullskull. Atëherë dëgjoi zhurmën. Një motor që nuk ndizej, këmbëngulës, që vinte nga garazhi anësor. Elira rrudhi vetullat. Avokatja nuk I kishte përmendur gjë për makina. Zbriti 3 shkallët që të çonin në korridorin anësor dhe shtyu derën e drunjë të garazhit. Aty ishte një Benz 190 ngjyrë kafe, model I vjetër, I mbuluar nga një shtresë e hollë pluhuri. Elira u afrua dhe kaloi dorën mbi kofano. Ishte I ftohtë. Ajo makinë duhej të ishte aty pa lëvizur prej muajsh, ndoshta që kur stërhalla Lulieta ishte sëmurur rënd për t'i dhënë makinës. Po atëherë, nga vinte zhurma e motorit, përgjigjja erdhi nga obori I pasmëm. Elira I u qas shtëpisë rrotull dhe gjeti një burr të ulur këmbëkryq pranë një motociklete të çmontuar. I kishte duar të bëra pis me graso, flokët e zinj pak të shpupurishur dhe vishte një bluzë të thjeshtë me një jelek jeans sipër. Duhej të ishte rreth të 30-tave, me një fytyrë këndore të rregjur nga dielli dhe një mjekër disa ditore. Ai ngriti syt kur e ndjeu praninë e saj dhe u çua në këmbë me një lëvizje të shpejtë, duke fshirë duart në një leckë të vjetër që I varej nga xhepi I xhinseve të vjetruara. Elira u përgatit për reagimin e tij. E njihte tashmë llojin e vështrimit që merrte. Grua e bukur, e veshur mirë, qartësisht e ardhur nga jashtë. Por ajo që pasoi nuk ishte ajo që priste.
Burri buzëqeshi, një buzëqeshje e çiltër që ja ndriçoi fytyrën e lodhur dhe i zgjati dorën e djathtë para se të kuptonte se e kishte të bërë pis me graso. Qeshi paksa në siklet dhe e fshiu më mirë në leckë para se të provonte sërish. Arben prifti, banues në shtëpinë ngjitur, gëzohem që po njoh fqinjen e re. Zonja Lulieta gjithmonë thoshte se dikush nga familja do të vinte një ditë të kujdesej për shtëpinë. Elira ja shtrëngoi dorën, duke ndier ashpërsinë e lëkurës së dikujt që punon me duart e veta. Arben. Elira Gjoni. Unë jam Besa e stërhallës Lulieta. Ngushëllimet e mia për humbjen. Ajo ishte një njeri shumë i dashur këtu në lagje. Gjithmonë kishte një kafe të ngrohtë dhe një kek për çdo që kalonte. Elira tundi kokën, pa ditur mirë se çfarë të thoshte. E vërteta ishte se mezi e njihte stërhallën Lulieta. Kishte ardhur këtu ndoshta 3 ose 4 herë në jetë, gjithmonë e tërhequr zvar nga gjyshja tefta. Por kjo nuk ishte diçka që do ta ndante me një të huaj. Faleminderit. Jam këtu për të sistemuar gjërat, të shoh se çfarë do të bëj me shtëpinë. Arbeni futi duart në xhepat e pantallonave, disi në siklet. Shiko, nuk dua të bezdis, por vura re se benzi në garazh ka shumë kohë pa lëvizur. Bateria duhet të jetë shkarkuar, kandelat ndoshta janë oksiduar. Nëse ke nevojë për ndihmë ti hedh një sy, unë me këtë punë merrem. Kam një servis të vogël këtu afër. Elira e shikoi me një farë habie. Nuk ishte mësuar me oferta ndihme që nuk shoqëroheshin me qëllime të dyta apo pagesa të nënkuptuara. Dhe sa kushton? Arbeni ngriti supet. Duke qenë se je fqinje e gjëra të tilla, e shohim ne. Nuk kushton gjë ti hedh një sy. Nëse duhem pjesë, atëherë biem dakord. Por për ta parë, për të verifikuar se çfarë ka, këtë e bëj me gjithë qejf. Elira heshti për një moment. Një pjesë e saj, ajo e formuar nga vitet në Tiranë, mes kontratave, avokatëve dhe njerëzve që bëjnë diçka vetëm kundrejt një shpërblimi, dyshonte te kjo mirësjellje falas. Por një pjesë tjetër, e lodhur dhe disi e humbur, thjesht donte ta pranonte ndihmën pa e vënë në dyshim. Do të ishte shumë bujar nga ana jote. Faleminderit. Arbeni pohoi me kokë. Atëherë, u morëm vesh. Nesër në mëngjes do të kaloj këtej, nëse nuk të prish punë. Zakonisht zgjohem herët. S'ka problem. Edhe unë zgjohem herët. Arbeni hezitoi ende, sikur donte të thoshte diçka më shumë, por në fund thjesht i uroi pasdite të mbar dhe u kthye te motocikleta e çmontuar në oborrin e tij. Elira qëndroi aty edhe për disa çaste, duke e vështruar teksa punonte me atë përqendrim të qetë të dikujt që bën atë që di dhe i pëlqen. Kur u kthye brenda në shtëpi, Elira filloi të hiqte çarçafët nga mobiljet. Çdo pjesë e zbuluar ishte një surprizë. Divan prej druri masiv me jastëk të qëndisur, bibliotek plot me libra të vjetër, komo me objekte delikate prej porcelani. Stërhalla Lulieta kishte shije të rafinuar, por ndryshe nga luksi pompos që njihte Elira. Këtu gjithçka kishte histori, peshë, kuptim. Në kuzhinë gjeti tenxhere hekuri të varura në një raft, kavanoza qelçi me etiketa të shkruara me dorë dhe një sobë druri pranë sobës me gaz. Elira hapi frigoriferin dhe, natyrisht, ishte bosh dhe i fikur. Duhej të shkonte në pazar. Por jo sot. Sot donte vetëm të bënte një dush dhe të flinte. Banjoja e katit të dytë kishte pllaka të vjetra, të bardha dhe blu, që formonin vizatime gjeometrike. Dushi elektrik duke i ri, me siguri i instaluar së fundmi. Elira la ujin e nxehtë t'i rrifte mbi trupin e tensionuar, duke larë jo vetëm pluhurin e udhëtimit, por edhe pak nga pesha që mbante mbi supe që nga spitali, që nga lamtumira me gjyshen tefta, që nga debati i tmerrshëm me nënën dhe dajallarët. Që kur zbuloi se i vetmi person që e donte vërtet në atë familje ishte larguar për gjithmonë. E mbështjell me një peshqir, Elira shkoi në dhomën kryesore të gjumit. Krevati ishte i rregulluar me një mbulesë të bardhë me grep dhe jastëk me këllëf të qëndisur. Anash, në komodin, ishte një kornizë me një foto të vjetër. Elira e mori dhe u ul në cep të krevatit për ta parë me më shumë vëmendje. Në fotografin bardhë e zi, 4 gra pozonin serioze përballë një ndërtese që Elira nuk e njohu. Më e reja prej tyre ishte padyshim gjyshja tefta, ndoshta rreth të 20-tave. Pranë saj, stërhalla Lulieta, pak më e re. 2 gratë e tjera ishin të panjohura.
Njëra prej tyre mbante diçka në duar, dukej si një qëndismë ose pëlvur. Në anën e pasme të fotos, një fjalë e shkruar me kaligrafi të bukur, mjeshtret e vërteta, dhjetor 1957. Elira e ktheu foton përsëri, duke vështruar fytyrat e atyre grave. Çfarë mjeshtresh? Mjeshtre të çfarë? Gjyshja Tefta nuk i kishte përmendur kur gjë për këtë. As tërhalla Luljeta në ato pak herë që kishin folur. E vendosi foton përsëri në vend dhe ushtri, duke tërhequr batanien e rënd mbi tru. Jashtë, këmbanat e kishës ranë duke shënuar orën 6 të pasdites. Elira mbylli syt, por gjumi nuk i vinte lehtë. Mendja i sillej vërdall, duke rishikuar vendime, humbje, zgjedhje. Kishte lënë gjithçka pas. Apartamentin në blok, makinën e vitit, rrobat e markave, eventet mondane, miq që në të vërtetë nuk kishin qenë kur miq të vërtetë. Pasi gjyshja u nda nga jeta, Elira e kuptoi me një qartësi të dhimbshme se ishte krejtësisht e vetme në atë jetë të ndërtuar mbi aparenca. Familja Gjoni ishte e njohur në Tiranë. Kompani import-eksporti, dyqane me artikuj luksi, një histori suksesi e treguar dhe ritreguar në revistat e biznesit. Por pas kopertinave vezulluese, Elira e dinte të vërtetën. I njihte mashtrimet, goditjet elegante, shfrytëzimin e maskuar si partneritet. E njihte zbrazëtinë emocionale që mbushte ato sallone të ndriçuara ku të gjithë buzëqeshnin pa gëzim të vërtetë. Gjyshja Tefta ishte ndryshe. Ishte e vetmja që vinte gjërat në dyshim, që dhuronte, që interesoi për njerëzit dhe jo vetëm për shifrat në llogaritë bankare. Dhe kur ajo iku, mori me vete edhe fijen e fundit që ende e lidhte Elirën me atë bollë. E qeshura e një fëmije hyri në dhomë nga dritarja gjysmë e hapur. Elira u ngrit dhe shkoi atje. Në oborrin e shtëpisë ngjitur, një vajzë e vogël vraponte pas një qeni rruge. Arbeni ishte ulur në shkallët e verandës, duke vështruar të bien teksa luante me një buzëqeshje të lodhur në fytyrë. Elira u largua nga dritarja dhe u kthye në krevat. Nesër do të ishte një ditë e re. Nesër do të fillonte të rregullonte shtëpinë, të zbulonte më shumë për atë qytet, për jetën që stërhalla Luljeta kishte bërë këtu. Dhe kush e di, ndoshta edhe për ato gra në fotografinë e vjetër. Por tani për tani, donte vetëm të flinte. Të flinte pa ndëruar spitale apo vështrime gjykuese. Të flinte dhe të zgjohej në një vend ku askush nuk e dinte se kush ishte apo nga vinte. Një vend ku mund të zbulonte, ndoshta, se kush donte të ishte vërtet. I ftohti i natës u shtua dhe Elira tërhoqi një tjetër batanie nga dollapi i vjetër. Jashtë, yjet e parë filluan të shfaqeshin në qiellin e pastër të Gjirokastrës. Dhe për herë të parë pas shumë muajsh, Elira ndjeu diçka të ngjashme me paqen. Nuk ishte lumturi, ende jo. Por ishte një heshtje e brendshme që prej kohësh nuk e njihte. Po ju pëlqen kjo histori? Më tregoni mendimin tuaj për të dhe si mendoni se do të përfundoj. Elira u zgjua nga zhurma e një çekiçi që godiste metalin. Shikoi orën në komodin dhe pa se ishte pak pas të 7-ave. U ngrit, veshi një palë gjinse dhe një pulover të rehatshme, i lidhi flokët e gjatë bisht dhe zbriti në kuzhinë. Arbeni ishte në garazh, tashmë duke punuar te benzi. Kofanoja ishte e hapur dhe ai po merrej me diçka në motor me atë përqendrim të heshtur të dikujt që e di saktësisht se çfarë po bën. Mirëmëngjes, tha Elira, e mbështetur te pragu i derës. Arbeni ngriti kokën dhe buzëqeshi. Mirëmëngjes. Më fal nëse të zgjoj zhurma. Mund të kisha filluar më vonë. S'ka problem. Gjithsesi po zgjohesha. Do një kafe? Arbeni hezitoi duke fshirë duart në leckë. Shiko, nuk dua të bezdis. Nuk më bezdis. Duhet të bëj kafe gjithsesi. Dhe të them të drejtën, nuk e di mirë se nga t'ja filloj këtu në këtë kuzhinë të vjetër. Arbeni qeshi. Kuzhina e zonjës Luljeta është një thesar. Ajo bënte petullat më të mira në gjithë lagjen. Besa, vajza ime, i lutej vazhdimisht t'i bënte. Elira ndjeu një shtrëngim në gjoks kur kuptoi se kishte një jetë të tërë, një histori. Të tërë në atë shtëpi që ajo nuk e kishte njohur kurrë. Dhe pse? Sepse familja e saj gjithmonë e kishte konsideruar gjithë këtë si diçka inferiore, tepër të vogël, pa rëndësi. Atëherë, ta pim këtë kafe, tha ajo, duke u kthyer për të hyrë në kuzhinë.
Dhe kështu, atë mëngjes dhjetori, mes filxhanëve me kafe të sapozier dhe bukës me gjalp të blerë në furrën e lagjes, Elira filloi të njihte Arben Priftin. Mekanik, baba beqar, banor i atij qyteti prej një jete. Një burr i thjesht, me pak fjalë dhe gjeste të sinqerta, që rregullonte motor sepse i pëlqente sfida për t'i bërë gjërat të funksiononin sërish. Ditët në vijim sollën një rutinë që Elira nuk e kishte imagjinuar kurrë. Arbeni shfaqej pothuajse çdo ditë, sillte vegla, rregullonte një rubinet që pikonte, sistemonte një dritare që nuk mbyllej mirë. Asnjëherë nuk kërkonte gjë në këmbim, por Elira filloi t'ia kthente në mënyrën që dinte, duke përgatitur dreka që i ndanin në verandë, duke bler materialet që i duheshin. Ishte në një nga këto pasdite, ndërsa Arbeni po përfundonte së ndërruari instalimet e vjetra elektrike të dhomës së ndenjes, që Besa u shfaq për herë të parë. Vajza ishte 5 vjeçe, me flokë gështenjë të lidhur në 2 gërsheta jo fort të rregullta, sy të zinj të mëdhenj dhe një ndrojtje që e bënte të fshite gjysmën e fytyrës pas të atit. Besa, eja këtu, tha Arbeni me një ëmbëlsi në zë që Elira nuk ja kishte dëgjuar ende. Eja të njihesh me zonjën Elira. Vajza bëri 2 hapa të vegjël dhe ndaloi, duke u mbajtur fort të xhinset e të atit. Elira u ul në gjunjë për të qenë në nivelin e saj. Përshëndetje, Besa. Babai yt më ka thënë se të pëlqen shumë të vizatosh. Është e vërtet? Vajza pohoi me kokë pa thënë asgjë, por syt i shkëlqyen nga interesi. Arbeni qeshi lehtë dhe i kaloi dorën nëpër flokë me një përkëdheli automatike. Është pak e turpshme në fillim, por kur merr besim nuk pushon së foluri. Elira buzëqeshi dhe u ngrit. Kam gjetur disa lapsa me ngjyra këtu në një sirtar. Nuk jam përdorur kurrë. Do t'i marrësh ti, Besa? Sytë e vajzës u zmadhuan dhe ajo shikoi të atin duke i kërkuar leje në heshtje. Arbeni hezitoi, ajo krenari që Elira kishte filluar ta dallonte tek ai po përpiqej ta refuzonte bujarin. Nuk ka nevojë, Elira. Por Elira tashmë kishte shkuar t'i merrte. U kthye me një kuti të vjetër druri, e hapi dhe zbuloi 10 lapsa me ngjyra të organizuar sipas nuancave. Besa lëshoi një pëshertim të mrekulluar. Ishin të stërhallës luljeta kur ishte e re. Kanë ndenjur këtu të ruajtura prej dekadash. Mendoj se asaj do t'i pëlqente që një fëmijë t'i përdorte sërish. Arbeni hapi gojen për të protestuar sërish, por diçka në vështrimin e Elirës e bëri të ndalonte. Nuk ishte mëshirë. Nuk ishte bamirësi përbuzëse. Ishte thjesht një gjest i sinqert i dikujt që dëshiron të ndajë diçka të mirë. Mirë pra. Por vetëm nëse premton se do t'i bësh një vizatim shumë të bukur zonjës Elira, dakord Besa? Vajza pohoi me entuziazëm, mori kutin me të dyja duart e vogla dhe e shtrëngoi pas gjoksit sikur të ishte një thesar. Faleminderit, përshpëriti aq ulët sa Elira mezi e dëgjoi. Atë natë, ndërsa po organizonte letra të vjetra në zyrën e katit të dytë, Elira gjeti më shumë fotografi. Disa prej tyre tregonin të njëjtat gra nga fotoja që kishte parë ditën e parë. Gjithmonë bashk, gjithmonë në ambiente që dukeshin si punishte apo atelje. Në disa imazhe, punonin në qëndisma të mëdha të shtrira mbi tavolina të gjera. Në të tjera, mbanin pëllura, gjilpëra, gërshër. Elira i mblodhi të gjitha fotot dhe zbriti në dhomën e ndenjes. Ndezi abazhurin e vjetër dhe i shpërndau imazhet mbi tavolinën e mesit. Kishte diçka aty që duhej ta kuptonte. Kush ishin ato gra? Pse gjyshja tefta i quante mjeshtre? Dhe pse askush nuk e kishte përmendur kurrë këtë më parë? Të nesërmen në mëngjes vendosi të kërkonte përgjigje. U vesh thjesht dhe doli për të ecur nëpër qytet. Gjirokastra zbukurohej çdo ditë e më shumë. Gilanda kalonin tejetej rrugëve, skenat e lindjes së Krishtit shfaqeshin në vitrinat e dyqaneve dhe era e byrekut dilte nga furrat në val që të bënin të ndiej urinë. Elira hyri në një dyqan artizanati në rrugën kryesore. Vendi ishte i vogël, i ngushtë, plot me objekte të varura në mure dhe të grumbulluara në rafte. Peshqir të qëndisur, qilima të zgjahu, kukulla lecke, objekte druri të gdhendura. Gjithçka e bërë me dorë, gjithçka me atë papërsosmëri që vetëm puna artizanale e ka. Pronarja e dyqanit ishte një zonjë me flokë krejtësisht të bardhë të mbledhur në një topuz të lirshëm. Mbante syze me xham të trash dhe një përparse plot xhepa. Mirëdita, zonjush. Po kërkon diçka të veçantë? Elira hezitoi.
në fakt, po kërkoj informacion. Kam trashëguar shtëpinë e stërhallës sime, zonjës Lulieta, në rrugën e Pazarit. Sytë e zonjës u zmadhuan. Të Lulietës? O Zoti i madh, ajo ishte një njeri i mrekullueshëm. Shumë njerëzve u erdhi keq kur iku. Ju jeni afërmja e saj pra? Mbesa e stërhallës. Po thuaj se nuk e njihja, të them të drejtën. Por gjeta disa foto të vjetra në shtëpi dhe u bëra kurioze. Fotogrash që punonin me qëndisma dhe pëllura. Njëra prej tyre është gjyshja ime kur ishte e re. Zonja hoqi syzet, i fshiu në cepat e përparses dhe i vendosi sërish, duke e studiuar Elirën me më shumë vëmendje. Gjyshja jote kush ishte? Tefta Gjoni. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Zonja u kthye pas banakut, lëvizi disa letra, pastaj e shikoi Elirën sërish me një shprehje që ishte gjysmë dyshim, gjysmë trishtim. Gjoni. Ky emër sjell shumë histori këtu, zonjush. Dhe jo të gjitha të mira. Elira ndjeu një shtrëngim në stomak. Çfarë doni të thoni? Pronarja e dyqanit pshertiu thellë. Shiko, nuk e di nëse duhet të jem unë ajo që ti tregoj. Por me që po kërkon, mendoj se është më mirë të flasësh me vetë personat e përfshirë. Janë 3 zonja që jetojnë bashkë në një shtëpi në dalje të qytetit, menjëherë pas urës së vjetër. Zonja Emine, zonja Drita dhe zonja Shpresa. Ato kanë punuar me gjyshen tënde shumë vite më parë. Nëse do të dish për ato foto, ato janë njerëzit e duhur. Elira shënoi adresën që i dha zonja dhe e falenderoi. Kur doli nga dyqani, ndjeu një shtrëngim në gjoks. Diçka i thoshte se ajo që ishte gati të zbulonte do të ndryshonte gjithçka. Shtëpia ndodhej në një vend të qetë, e rrethuar nga një kopsht i mirëmbajtur ku rriteshin trëndafila, lulebore dhe pemë mani plot kokra. Ishte një ndërtesë e thjeshtë, një katëshe, e lyer me të verdhë të çelët me dritare jeshile. Në verandë, 3 karrige lëkundëse boshe lëviznin lehtë me erën. Elira trokiti në derë dhe priti. Dëgjoj hapa të zvarritur dhe zëra të mbytur brenda. Kur dera u hap, pa një zonjë shumë të moshuar, të dobët, me fytyrën të mbushur me rrudha të thella, por me sy të gjallë dhe të vëmendshëm. Urdhëroni? Mirëdita. Emri im është Elira. Jam mbesa e Tefta Gjonit. Po jetoj në shtëpinë që ishte e Lulietës dhe gjeta disa foto të vjetra. Më thanë se ju mund të më ndihmoni t'i kuptoja më mirë. Shpreja e zonjës ndryshoi plotësisht. Për një çast u duk se do ta mbyllte derën, por pastaj pshertiu dhe i hapi rrugë. Hyni. Dhoma e ndenjes ishte komode, plot me jastëk të qëndisur, batanie me ngjyra dhe një tezgjah të madh të montuar pranë dritares. 2 zonja të tjera ishin ulur në koltuqe, njëra duke bërë me grep dhe tjetra duke qëndisur një pecet kuzhine. Të trija ndaluan atë që po bënin kur hyri Elira. Vajza, kjo është mbesa e Teftës. Heshtja që pasoi ishte e ngarkuar me kuptime që Elira nuk arrinte t'i deshifronte. Zonja që e priti i tregoi një karrige bosh. U luni. Do të bëj një kafe. Ndërsa priste, Elira vështroi ambientin. Muret kishin foto të vjetra të kornizuara. Dhe në disa prej tyre, njohu gjyshen Tefta të re, pranë atyre 3 zonjave që tani e shikonin me një përzierje kurioziteti dhe diçkaje që dukej si një mëri e vjetër. Kur kafja u bë gati, zonja që kishte hapur derën u prezantua si Emine. Të tjerat ishin Drita dhe Shpresa. Të gjitha ishin mbi 80 vjeçe, me duar të vrara nga puna, por me një dinjitet të qetë në mënyrën si uleshin, si flisnin, si ekzistonin. The se gjete foto, filloi zonja Emine. Foto të cilit vit? Të vitit 1957, kryesisht. Ju punonit bashk, apo jo? Gjyshja ime, stërhalla Lulieta dhe ju të trija. Zonja Shpresa, më e moshuara, lëshoi një të qeshur pa gëzim. Punonim. Kjo është një fjalë e bukur. Ne krijonim, moj vajz. Ne shpiknim. Qëndisma që askush nuk i kishte parë më parë. Teknika që i zhvilluam vetë, duke eksperimentuar, duke gabuar, duke ja qelluar. Kaluan vite duke përsosur çdo kombinim ngjyrash. Dhe gjyshja ime ishte me ju në këtë? Gjyshja jote dhe Lulieta mësuan gjithçka nga ne, tha zonja Drita, duke rregulluar syzet në fytyrë. Ato ishin ende vajza të reja, erdhën nga Tirana për të kaluar ca kohë këtu.
U bëm shoqe. U mësuam gjithçka që dinim sepse besuam se ajo ishte një dije që duhej ndarë. Elira ndjeu se kishte më shumë në këtë histori. Dhe çfarë ndodhi pastaj? Zonja Emine piu një glënik të gjatë kafeje para se të përgjigjej. Gjyshja jote u kthye në Tiranë. Premtoi se do ta promovonte punën tonë, do të gjente porosi më të mëdha, do ta bënte emrin tonë të njohur. Dhe ja doli vërtet. Vetëm se kur porosit filluan të vinin, kur puna u kthye në biznes të vërtet, emri që shfaqej nuk ishte yni. Ishte i saj. Qëndistari Gjoni. U bë kompani, u bë pasuri. Dhe ne mbetëm këtu, të padukshme. Elira ndjeu se toka po i ikte nga këmbët. Familja Gjoni ndërtoi një perandori mbi punën tuaj? Zonja Shpresa pohoi ngadalë me kokë. Nuk ishte vjedhje, nëse këtë po mendon. Gjyshja jote gjithmonë dërgonte ca para. Një shumë këtu, një tjetër atje. Sikur të ishte favor, lëmosh. Por kur nuk e pranoi publikisht se teknikat, krijimet, modelet origjinale ishin tona. Shiti gjithçka si tradit familjare Gjoni. Dhe ne e lejuam sepse ishim tepër të thjeshta, tepër të varfra, tepër ignorante për t'u zënë me njerëz të fuqishëm. Heshtja që pasoi ishte e rëndë si plumë. Elira shikoi trizonjat dhe pa jo zemërim, por një trishtim të thellë, një dorëheqje të dikujt që e ka mbajtur këtë barë për dekada. Gjyshja ime nuk i ka treguar kur gjë familjes për këtë. Askush nuk e di. Lulieta e dinte, tha zonja Drita. Ajo kur nuk ishte dakord me atë që bëri e motra. U përpoq ta binte teftën të bënte gjën e duhur, por nuk ja doli. Prandaj Lulieta erdhi të jetonte këtu përsëri. Nuk deshi më të jetonte në Tiranë, nuk deshi më të ishte pjesë e asaj gjëje. Elira vuri duart në fytyrë. Të gjitha parat, të gjitha dyqanet, i gjithë reputacioni i familjes. Gjithçka e ndërtuar mbi një gënjeshtër. Mbi një heshtje. Më falni, ju lutem. Unë nuk dija gjë për këtë. Zonja Emine u ngrit dhe i vuri dorën në shpatull Elirës. E dim, moj vajzë. Ti nuk ke faj për gabimet e atyre që erdhën para teje. Por tani që e di, çfarë do të bësh me këtë? Elira nuk kishte përgjigje. Doli nga ajo shtëpi duke mbajtur një peshk të re mbi supe. Trashëgimia që gjithmonë e kishte besuar të ishte e ndershme, e merituar, kishte rënje të kalbura. Dhe ajo, që tashmë kishte lënë gjithçka pas, tani zbulonte se edhe e kaluara që njite ishte një fars. Kur u kthye në rrugën e pazarit, dielli tashmë po perëndonte. Arbeni ishte në verandën e shtëpisë së tij, duke lyer një biçikletë të vjetër. Besa luante pranë tij, duke vizatuar diçka në një fletore të madhe. Kur pa Elirën, Arbeni e kuptoi se diçka nuk shkonte. Vuri penelin mënjan dhe erdhi te gardhi që ndante oborret. A je mirë? Elira sforcoi një buzëqeshje. Thjesht zbulova disa të vërteta për familjen time që do të preferoja të mos i kisha zbuluar. Arbeni e studioi në heshtje, pastaj tha me thjeshtësi. Ndonjëherë kështu ndodh. Rritemi duke menduar se i njohim njerëzit, pastaj zbulojmë se ekzistonte një botë e tërë që nuk e shihnim. Elira e shikoi dhe për herë të parë vuri re sa të butë i kishte sy. Si kishte një mënyrë të foluri që nuk gjykonte, thjesht kuptonte. Do një kafe? I ofroi Arbeni. Besa sapo ka bërë një vizatim që do të ta tregoj. Dhe kështu, atë pasdite të ftohtë dhjetori, duke pirë kafe të ringror në filxhan të ndryshëm, ndërsa Besa tregonte me krenari një vizatim me 3 shtëpi pranë e pranë me njerëz që buzëqeshnin në dritare. Elira filloi të kuptonte se familja nuk është vetëm gjak. Familja mund të ndërtohet. Mund të zgjidhet. Atë natë, e shtrirë në krevatin e vjetër të stërhallës Lulieta, Elira mori një vendim. Nuk mund të ndryshonte të kaluarën. Nuk mund të shbënte atë që kishte bërë gjyshja tefta. Por mund të bënte ndryshe. Mund të fillonte, në një farë mënyre, të riparonte gabimin. Dhe ndoshta, gjatë procesit, të ndërtonte diçka të re. Diçka të vërtetë. Diçka që ja vlente. Ideja i erdhi në një natë pa gjumësie. Elira ishte në dhomën e ndenjes, e rrethuar nga letra të vjetra, kontrata trashëgimie, dokumente të shtëpisë. Kishte para të kursyra, kursimet e saj personale që kur nuk vareshin plotësisht nga familja. Nuk ishte pasuria e gjonëve, por ishte mjaftueshëm. Mjaftueshëm për të.
Bër diçka që kishte rëndësi. Të nesërmen në mëngjes e kërkoi Arbenin para se të pinte kafe. Ai ishte në servis, një ndërtesë modeste në fund të oborrit të tij, ku rregullonte motocikleta, makina të vjetra dhe çdo gjë që kishte motor. Vendi ishte I organizuar në mënyrën si e organizojnë burrat praktik, veglat të varura në mur sipas madhësisë, pjesët të ndara në kuti me etiketa, dyshemeja e fshirë por e njollosur me graso të vjetër. Arben, duhet të flas me ty për diçka. Ai ngriti syt nga një motor motociklete që po çmontonte, fshiu duart në një leckë dhe u mbështet te banaku. Fol. Elira mori frym thellë. Zbulova disa gjëra për familjen time. Gjëra të këqija. Por dua të bëj ndryshe. Dua të përdor atë që kam për të filluar nga e para, në mënyrën e duhur. Dhe kam nevojë për mendimin tënd për këtë. Arbeni e vështroi në heshtje, duke pritur. Ishte një cilësi e tij që Elira po mësonte ta vlerësonte. Ai nuk e mbushte heshtjen me fjalë të panevojshme. Thjesht dëgjonte. Po mendoj ta shndërroj shtëpinë e stërhallës Luljeta në një qendër komunitare. Një vend ku artizanet e këtejshme, mjeshtret e vërteta, të mund të mësojnë atë që dinë. Ku njerëzit të mund të mësojnë, të krijojnë, të shesin punën e tyre me njohjen që meritojnë. Dua të korrigjoj një gabim të vjetër të familjes sime. Arbeni kryqëzoi krahët, I menduar. Është një ide e bukur. Por këto gjëra kushtojnë shtrenjtë, Elira. Të rinovosh shtëpinë, të blesh materiale, ta mbash hapësirën funksionale. E ke menduar mirë? E kam menduar. Kam ca para të kursyera. Nuk janë të pafundme, por mjaftojnë për të filluar. Dhe ti mendon se njerëzit këtu do ta pranonin një gjë të tillë? Arbeni ngriti supet. Varet se si e prezanton. Njerëzit këtu janë dyshues ndaj premtimeve të mëdha. Kam parë shumë njerëz nga jashtë të vinë me ide marramendëse që nuk çojnë gjëkundi. Por nëse tregon se e ke seriozisht, se je e gatshme të qëndrosh dhe ta bësh të ndodhë vërtet, mendoj se po. Do të më ndihmoje? Me rinovimin, dua të them. Mund të paguaj për punën tënde. Arbeni u bë serioz. Elira, unë të ndihmoj sepse dua. Sepse je fqinja ime dhe sepse ideja është e mirë. Por nuk ka nevojë të më paguash. Ka nevojë, po. Ti ke një vajzë për të rritur, fatura për të paguar. Koha jote vlen para, Arben. Ai hapi gojen për të protestuar, por Elira ngriti dorën. Të lutem. Më lër ta bëj këtë në mënyrën e duhur. Pa favore, pa borxhe. Si partner në një projekt. Arbeni e studioi për një moment të gjatë, pastaj pohoi ngadalë me kokë. Mirë. Por me një kusht. Ti më lë mua të zgjedh se çfarë duhet bërë së pari dhe si ta bëj. Pa dashur të kontrollosh gjithçka. Më beson? Elira buzëqeshi. Të besoj. Në ditët në vijim, shtëpia u kthye në një kantier ndërtimi. Arbeni solli 2 miq që punonin me ndërtim dhe rinovim. Filluan me riparimet thelbësore, çatia që pikonte, tubacionet e vjetra që duheshin ndërruar, instalimet elektrike që ishin të vjetruara. Elira punonte bashkë me ta, duke mbajtur materiale, duke lyer mure, duke mësuar se duart e saj mund të bënin më shumë se sa të mbanin gota kristali. Besa vinte pas shkollës dhe ndihmonte në mënyrën e saj, duke organizuar penela, duke ndarë goshtët sipas madhësisë, duke vizatuar në gazetat e vjetra që mbulonin dyshemen. Dhe pak nga pak, vajza u lirua me Elirën. I tregonte për shkollën, për shoqet, për vizatimet që bënte. Asnjëherë nuk e përmendte të ëmën dhe Elira nuk e pyeti kurrë. Dinte ta njihte një mungesë kur e shihte. Ishte në një pasdite si këto, ndërsa po lyenin dhomën që do të ishte atelieja kryesore, që Arbeni më në fund foli për këtë temë. Besa kishte shkuar të merrte më shumë ujë për të larë penelet dhe ata mbetën vetëm. E ëma e Besës iku kur ajo ishte 1 vjeçe, tha ai pa e parë Elirën, I përqendruar te muri që po lyente. Tha se nuk kishte lindur për këtë, për të qenë nën, për të jetuar në një qytet të vogël. Donte të kthehej në Durrës, të rifillonte karrierën që kishte lënë. E kuptova. Nuk mund ta mbash të lidhur dikë që do të ikë. Dhe ti qëndrove me Besën. Arbeni buzëqeshi, një buzëqeshje gjysmë e trishtuar. Asnjëherë nuk më shkoi ndërmend të mos qëndroja. Ajo është vajza ime.
Mund të ketë qenë e vështirë ndonjëherë, sidomos në fillim, por kur nuk jam penduar. Besa është gjëja më e mirë që më ka ndodhur ndonjëherë. Elira ndjeu një shtrëngim në gjoks. Ti je një baba i mirë, Arben. Ai më në fund e shikoi dhe kishte diçka në atë vështrim që bëri zemrën e Elirës të rrite më shpejt. Bëj ç'të mundem. Po ti? Pse e le gjithçka në Tiranë? Elira ndaloi së lyri dhe u ul në dyshemen e mbuluar me gazeta. Nuk kisha më asgjë që më mbante atje. Gjyshja ime ishte i vetmi person që interesoi vërtet për mua. Kur ajo iku, kuptova se pjesa tjetër ishte vetëm aparencë. Festa ku askush nuk të njeh vërtet, biseda boshe, njerëz që duan të dinë vetëm se çfarë mund të bësh për ta. U lodha nga kjo. Dhe këtu? Po e gjen atë që kërkoje. Elira shikoi përreth, muret gjysmë të lyra, mobiljet e mbuluara me çarçaf të njollosur me boj, besën që po kthehej duke mbajtur një kovë plot me ujë me kujdes që të mos e derte. Shikoi Arbenin me mënyrën e tij të thjeshtë dhe të ndershme dhe ndjeu diçka që prej shumë kohësh nuk e ndjente. Shpresë. Mendoj se po. Mendoj se këtu mund të jem ajo që dua të jem vërtet. Arbeni ja mbajti vështrimin edhe për një moment, pastaj u kthye të lyente. Por Elira e pa buzëqeshjen e vogël që ai u përpoq ta fshite. Kur Elira u kthye të vizitonte zonjën Emine, zonjën Drita dhe zonjën Shpresa, mori me vete një fletore plot me ide të shënuara, skica, plane. Tri zonjat e pritën me të njëjtën mirësjellje si herën e parë, por ende kishte distancë, kujdes. Dua t'ju bëj një propozim, filloi Elira. Dua ta shndërroj shtëpinë që ishte e stërhallës Luljeta në një qendër komunitare artizanati. Një vend ku ju të mund të mësoni atë që dini, ku teknikat tuaja të njihen dhe të vlerësohen. Ku njerëz të tjerë të mund të mësojnë dhe ta vazhdojnë këtë dije. Zonja Shpresa kryqëzoi krahët. Dhe çfarë fiton ti me këtë? Asgjë. Ose më mirë, fitoj shansin për të bërë gjën e duhur. Për të korrigjuar, edhe pse vetëm pak, gabimin që bëri gjyshja ime. Zonja Drita tundi kokën. Moj vajz, ne jemi tepër të vjetra për këto gjëra. Koha jon ka kaluar. Nuk ka kaluar. Ju ende krijoni, ende qëndisni, ende dini gjithçka që dinit më parë. Dhe ka shumë njerëz që mund të mësonin nga ju. Të rinj që kanë nevojë për një profesion, gra që duan të kenë një të ardhur të tyre, njerëz që thjesht duan të mësojnë një art që po humbet. Zonja Emine shkoi te dritarja dhe mbeti duke parë kopshtin jashtë. Po flet bukur, Elira. Por nga vijnë këto para? Nga pasuria që familja jote ndërtoi mbi punën tonë? E vërteta dhemte, por Elira nuk e shmangu vështrimin. Po. Por janë paratë e mia që i kam kursyer. Para që do t'i përdor ashtu siç mendoj se është e drejtë. Dhe mendoj se është e drejtë t'i përdor për këtë. Heshtja u zgjat. Pastaj zonja Emine u kthye dhe shikoi dy të tjerat. Ato shkëmbyen vështrime, një bisedë e heshtur e atyre që njihen prej dekadash. Duhet të mendojmë, tha më në fund zonja Shpresa. Nuk është vendim që merret brenda ditës. Sigurisht. Mendohuni sa të doni. Por dijeni se unë do ta bëj këtë të ndodhë. Me ose pa ju. Vetëm se do të ishte shumë më mirë me ju. Elira doli nga ajo shtëpi pa premtime, por edhe pa dyert të mbyllura. Ishte një fillim. Rinovimi i shtëpisë po ecte mirë, por ishte një pasdite, kur Arbeni u kthye nga qyteti me një shprehje të mbyllur, që Elira e kuptoi se diçka nuk shkonte. Ai mezi foli gjatë punës, u përgjigj me një rrokje kur ajo e pyeti nëse donte kafe. Kur punëtorët e tjerë ikën dhe Besa ishte e zënë duke vizatuar në verandë, Elira i hyri drejt e në temë. Çfarë ka ndodhur? Arbeni e hodhi veglën që mbante në një kuti me më shumë forcë se ç'duhej. Asgjë që të duhet të shqetësohesh ti. Arben. Ai pshertiu, kaloi dorën nëpër flokët e shpupurishur. Pronari i ndërtesës ku kam servisin do të rrisë qiran. 50% më shumë duke filluar nga muaji tjetër. Elira ndjeu një shtrëngim në stomak. Kjo është absurde. Mund ta bëj këtë? Mundet. Kontrata lejon rritje vjetore dhe ka më shumë se 2 vjet që nuk e rrit. Është në të drejtën e tij. Problemi është se unë nuk kam si ta paguaj. Jam ngushtë me llogarit edhe kështu siç jam. Dhe nëse nuk paguan?
Ai gjen një qiramarrës tjetër. Dhe unë humbas servisin që ndërtoi gjyshi im, që e mbajti babai im, që unë luftova për të mos e lënë të mbyllej kur ai iku. Elira pa dhimbjen në fytyrën e tij, krenarinë e lënduar, frikën e humbjes së diçkaje që ishte më shumë se një vend pune. Ishte histori, rënje, identitet. Më lër të ndihmoj. Mund të jap hua parat, ti mi kthen kur të mundesh. Arbeni u kthye nga ajo me sy që i vetëtimin. Jo. Të kam thënë që nuk pranoj lëmosh, Elira. Nuk është lëmosh, është një hua mes miq. Ne mezi njihemi prej 2 javësh. Nuk jemi miq aq sa ti të më japësh hua para që ndoshta nuk do të arrij kur të t'i kthej. Fjalët dolën më të ashpra se ç'priste Elira, dhe ajo e pa se kishte prekur një pikë të ndjeshme. Krenaria e Arbenit nuk ishte kokfortësi boshe. Ishte dinjiteti i një njeriu që gjithmonë ishte mbajtur me punën e tij, që rriste të bien vetëm pa i kërkuar gjë askujt. Më fal. Nuk doja të ofendoja. Arbeni mbylli syt, mori frym thellë. E di. Më fal ti që u përgjigja kështu. Thjesht jam i lodhur të varem nga vullneti i mirë i të tjerëve, e kupton? Dua t'i zgjidh problemet e mia vetë. E kuptoj. Por ndonjëherë të gjithë kemi nevojë për ndihmë, Arben. Nuk ka turp në këtë. Ai nuk u përgjigj. Thjesht mblodhi veglat dhe iku më herët atë ditë. Besa mbeti pa kuptuar pse ati ishte i vrenjtur, dhe Elira gjithashtu mblodhi gjërat e saj me zemër të shtrënguar. Atë natë nuk arriti të flinte. Mendoi për Arbenin, për servisin që mund të humbiste, për vajzën që vari prej tij. Atëherë i ra celulari. Ishte një numër nga Tirana. Elira hezitoi, por u përgjigj. Zëri në anën tjetër ishte i SMS, i ftohtë si gjithmonë. Elira, duhet të di se çfarë po bën atje në atë qytet. Po merrem me jetën time, mami. Mora një telefonat shumë interesante sot. Nga një avokate që thoshte se po shpenzon para për rinovime, se planifikon të hapësh një lloj qendre komunitare. Është e vërtetë? Po, është. Me çfarë parash? Me paratë e mia nga trashëgimia e gjyshes Tefta që ajo ma la mua. Heshtja në anën tjetër ishte e akull. Ato para janë të familjes. Nuk mund t'i djegësh thjesht në një fantazi bamirësie. Mundem, po. Janë të mia. Dhe do t'i përdor si të mendoj më mirë. Zëri i SMS u bë edhe më i ashpër. Elira, ke 48 orë kohë të kthehesh në Tiranë dhe t'i japësh fund kësaj marrëzie. Ose do të marr masat ligjore të nevojshme. Çfarë masash? Do të kërkoj që një gjykatës të shpallë të paaft për të menaxhuar pasurinë tënde. Do të pretendoj se po kalon një krizë pas humbjes së gjyshes, se po merr vendime iracionale. Dhe do të fitoj, Elira. Kam avokatët më të mirë të Tiranës. Elira ndjeu zemërimin t'i ngrijej si një val. Mund të provosh. Por nuk do t'ja dalësh. Jam e kthjellët, jam mirë, dhe po bëj pikërisht atë që dua të bëj. E mbylli telefonin para se Ema të mund të përgjigjej. Duart i dridheshin kur e vuri celularin më njan. E dinte se kërcënimi ishte real. Familja Gjoni nuk pranonte të humbiste kontrollin, nuk pranonte që dikush të përdorte paratë e familjes për diçka që ata nuk e miratonin. Por Elira nuk do të kthehej pas. Jo tani. Jo kur më në fund kishte gjetur një qëllim, një vend ku mund të bënte një ndryshim të vërtetë. Të nesërmen në mëngjes, shkoi ta kërkonte Arbenin herët. Ai ishte në kuzhinë duke përgatitur kafe për Besën para se ta çonte në shkollë. Vajza hante bukë me gjalp dhe vizatonte në të njëjtën kohë. Mund të flas me ty pasi të kthehesh nga shkolla e Besës? Arbeni pohoi me kokë, ende disi i largët nga dita e dieshme. Por kur u kthye gjysmë ore më vonë, Elira po e priste me kafe të freskët dhe një propozim. Dëgjo, e di që nuk do të pranosh ndihmë direkte. Po sikur ta bënim ndryshe? Sikur servisi të ishte këtu, në fund të oborrit tim. Ka hapësirë të mjaftueshme, mund të montosh një servis edhe më të mirë se ai që ke tani. Dhe ti më paguan një qira simbolike, vetëm që të mos ndihesh borxhli. Arbeni tundi kokën. Elira, kjo është praktikisht sikur të ma japësh hapësirën falas. Nuk është. Sepse ti do të punosh në rinovimin e qendrës komunitare në Këmbim. Do të jetë një shkëmbim i drejtë.
Ti ke hapësirën për servisin, unë kam dikë të besuar që kujdeset për punimet. Përveç kësaj, mendova se servisi mund të ishte pjesë e qendrës. Ti do të mësoje mekanik bazë për çdo që do të donte të mësonte. Ka shumë njerëz që do të donin të dinin si ti rregullonin gjërat e tyre, të kursenin para. Arbeni e shikoi me mirënjohje dhe diçka më të thellë. Pse po i bën të gjitha këto? Sepse dua. Sepse mundem. Sepse njoha një njeri të mirë që meriton t'i ketë gjërat pak më të lehta në jetë. Arbeni kaloi dorën nëpër fytyrë, i lodhur. E kam të vështirë ta besoj. Nuk jam mësuar me njerëz që ndihmojnë pa dashur gjë në këmbim. Atëherë mësou. Sepse unë jam këtu, Arben. Dhe nuk do të iki. Ai e shikoi për një moment të gjatë, pastaj i zgjati dorën. Mirë. E pranoi propozimin. Elira ja shtrëngoi dorën duke ndier ngrohtësinë e pëllëmbës së tij të ashpër. Dhe në atë moment e dinte se kishte bërë zgjedhjen e duhur. Në ditët që pasuan, Arbeni filloi të transferonte gjërat nga servisi i vjetër në hapësirën në fund të oborrit të Elirës. Dhe ndërsa ai organizonte veglat dhe pajisjet, Elira mori një vizitë të papritur. Zonja Emine, zonja Drita dhe zonja Shpresa u shfaqën në derë një pasdite të ftohtë dhjetori. Të trija të veshura me rroba të thjeshta por të rregullta, duke mbajtur çanta të mëdha. Kemi ardhur të pranojmë propozimin tënd, tha zonja Emine pa u zgjatur. Por me kushtet tona. Elira i ftoi të hynin, u shërbeu kafe, u ul për të dëgjuar. Kushti i parë, filloi zonja Shpresa. Emri i qendrës do të jetë Qendra e Artizanatit Mjeshtre Luljeta. Sepse ajo ishte e vetmja nga familja jote që gjithmonë na ka trajtuar me respekt dhe e ka njohur punën tonë. Elira pohoi me kokë, e emocionuar. Perfekte. Dhe kushtet e tjera? E dyta, vazhdoi zonja Drita. Ne mësojmë atë që dim, por nuk pranojmë lëmosh. Duam të paguhemi për punën tonë si mësuese. Një pagesë të drejtë. Sigurisht. Do të hartoj një kontratë formale. Dhe e treta, përfundoi zonja Emine. Ti garanton se gjithçka që do të krijohet këtu, bazuar në teknikat tona, do të ketë kreditin e dhënë neve. Emrat tanë do të shfaqen. Historia jon do të tregohet siç duhet. Elira u ngrit dhe i përqafoi secilën prej tyre me lot në sy. Mund të jeni të sigurta për këtë. Historia e vërtet do të tregohet. Dhe ju do të keni gjithë njohjen që keni merituar gjithmonë. Tri zonjat u çliruan pak dhe për herë të parë Elira pa buzëqeshje të sinqerta në ato fytyra të shënuara nga koha. Filluan të nxirrnin nga çantat mostra qëndismash, pëllurash, punime që i ruanin prej vitesh. Pjesë të bukura, të ndërlikuara, të bëra me një mjeshtëri që Elira nuk e kishte parë kurrë më parë. Krishtlindjet po afroheshin. Mungonin vetëm 10 ditë. I gjithë qyteti përgatitej për festat tradicionale, meshat, darkat. Dhe në shtëpinë në rrugën e pazarit, puna nuk ndalonte. Muret lyheshin, mobiljet organizoheshin, hapësira merrte jetë të re. Besa i kalonte pasditet aty duke vizatuar, duke ndihmuar në mënyrën e saj, duke u afruar gjithnjë e më shumë me Elirën. Dhe Arbeni, duke punuar krah për krah me të çdo ditë, gjithashtu po afrohej në një mënyrë që shkonte përtej miqësisë. Kishte vështrime që zgjasnin një sekond më shumë. Duar që prekeshin kur kalonin veglat dhe vononin të shkëputeshin. Biseda që zgjateshin deri natën vonë, pasi Besa kishte fjetur për ëndra, frikëra, pendime. Në një nga këto net, ulur në verandë me batanie mbi supe sepse i ftohti ishte shtuar, Arbeni më në fund tha atë që po e mbante brenda. Elira, e di që njihemi prej pak kohësh. Dhe e di që jetët tona janë shumë të ndryshme. Por duhet të them diçka. Po filloj të ndjej diçka për ty, diçka që prej shumë kohësh nuk e ndjeja për askën. Elira ndjeu sytë t'i digjinin. Arben, edhe unë ndjej. Por kam frikë. Frikë se mos prish atë që po ndërtojmë. Frikë se mos nuk jam mjaftueshëm e mirë për ty dhe për Besën. Ai ja mori dorën mes të tijave. Ti je tashmë mjaftueshëm e mirë, Elira. Më shumë se kaq. Ti je personi më i mrekullueshëm që kam njohur ndonjëherë. Por e kuptoj nëse do të shkosh ngadalë. Të shkojmë ngadalë atëherë. Të shohim se ku na çon kjo.
Dhe u puthëm për herë të parë aty në verandën e ftohtë të dhjetorit me tingullin e këmbanave të kishës në largësi dhe erën e Jaseminit nga kopshti që pushtonte natën. Por paqja zgjati pak. 3 ditë më vonë, Elira mori vizitën e 2 avokatëve të ardhur nga Tirana. Sillnin dokumente, njoftime, kërcënime ligjore. Familja po e mbante premtimin. Donin ta shpallnin të paaftë, të merrnin kontrollin e parave të saj, ta detyronin të kthehej. Elira i lexoi të gjitha me duar që i dridheshin nga zemërimi. Arbeni ishte pranë saj duke lexuar bashk me shprehjen gjithnjë e më të mbyllur. Mund ta bëjnë këtë? Pyeti ai. Mund të provojnë. Por do të luftoj. Do të punësoj avokat, do të provoj se jam plotësisht e aftë, se të gjitha vendimet e mia janë racionale dhe të ndërgjegjshme. Dhe nëse humbet? Elira e shikoi sytë e tij të shqetësuar dhe pastaj shikoi nga dritarja, ku Besa luante në obor. Shikoi letrat e shpërndara mbi tavolinë, muret e sapolyr të shtëpisë që po bëhej qendër komunitare, 3 zonjat e moshuara që më në fund do të kishin njohje. Nuk do të humbas. Sepse për herë të parë në jetë po luftoj për diçka që ka vërtet rëndësi. Vigjilja e Krishtlindjeve zbardhi me një qiell të pastër dhe një të ftohtë të fortë. Gjirokastra u zgjua me këmbanat e kishës dhe erën e baklavas që dilte nga shtëpia. Elira u zgjua herët, por jo nga entuziazmi festiv. U zgjua nga ankthi. Atë ditë, familja do të mbërrinte. Ema e kishte njoftuar me mesazh. Po vinin në Gjirokastër, po vinin ta merrnin, po vinin ta zgjidhnin atë situatë një herë e mirë. Familja mbërriti në mesditë. 3 makina luksoze që ndaluan në rrugën e pazarit tërhoqën vëmendjen e të gjithë fqinjëve. Ema e Elirës zbriti nga makina e parë, e veshur në mënyrë të përsosur si gjithmonë, e ndjekur nga 2 dajallar dhe një teze. Nga makina e tretë zbritën 2 avokatë që mbanin çanta lëkure. Elira i priti në derë, pa i ftuar të hynin. Ema shikoi shtëpinë, muret e vjetra, dritaret e vjetra dhe bëri një grimas për buzjeje. Këtu pra po e hedh jetën dëm. Mirdita edhe ty, mami. Çfarë doni? Daja Genci bëri një hap përpara. Elira, nuk ka nevojë të jetë kështu. Kemi ardhur të bisedojmë, të përpiqemi të bëjmë të arsyesh. Të arsyetoj sipas jush, apo jo? Sepse për mua, ajo që po bëj këtu ka shumë kuptim. Tezja Valbona rrotulloi sy. Kuptim? Të shpenzosh një pasuri duke rinovuar një shtëpi të vjetër për ta kthyer në qendër artizanati? Tu japësh para plakave artizane që askush nuk ka dëgjuar kur për to. Kjo nuk është kuptim, Elira, kjo është papërgjegjshmëri. Ato plaka artizane, siç i quan ti, ishin përgjegjëse për gjithçka që kjo familje ka sot. Ishin ato që krijuan teknikat, qëndismat, gjithçka që gjyshja Tefta e shiti si tradit gjoni. Vetëm se ajo kur nuk ua dha kreditin atyre. Heshtja që pasoj ishte e rëndë. Ema e Elirës u zbe. Si e di ti këtë? E zbulova. Fola me to. I pash provat. Dhe tani do të bëj atë që gjyshja duhet ta kishte bërë dekada më parë, do t'u jap atyre njohjen që meritojnë. Një nga avokatët hapi çantën dhe nxori dokumente. Zonjusha Gjoni, kemi sjell këtu një kërkesë për shpallje të paaftësisë së përkohshme. Nëse ju nënshkruani duke rënë dakord të ktheheni në Tiranë dhe t'i ndaloni këto shpenzime të papërgjegjshme, ne mund ta arkivojmë gjithçka dhe ta harrojmë këtë çështje. Dhe nëse nuk nënshkruaj, atëherë do të vazhdojmë me procesin ligjor. Dhe mund të jeni e sigurt se do të fitojmë. Elira kryqëzoi krahët. Mund të provoni. Por nuk do të arrini të më provoni të paaftë sepse nuk jam. Çdo vendim që kam marrë këtu ka qenë i ndërgjegjshëm, i planifikuar dhe i menduar mirë. Kam dokumente, kontrata, plane biznesi. Ema bëri një hap përpara dhe për herë të parë Elira pa diçka që nuk ishte vetëm ftohtësi. Kishte frikë në ata sy. Elira, të lutem. Ti je vajza ime. Nuk dua të humbas. Atëherë pusho së përpjekuri të më kontrollosh. Pusho së menduari se e di se çfarë është më e mira për mua. Unë jam mirë këtu, mami. Për herë të parë pas shumë kohësh, jam vërtet mirë. Duke bërë çfarë? Duke luajtur filantropen në një qytet që askush nuk e njeh. Duke riparuar gabime. Duke ndërtuar diçka që ka rëndësi.
duke ndihmuar njerëz të vërtetë, dhe duke zbuluar se kush jam unë vërtet larg gjithë asaj që ju gjithmonë më keni thënë se duhet të jem. Daja Genci u fri me padurim. Mjaft me këtë marrëzi. Elira, ke kohë deri nesër në mëngjes të marrësh një vendim. Ose kthehesh me ne dhe vazhdon të jesh pjesë e kësaj familjeje me të gjitha përfitimet që kjo sjell. Ose qëndron këtu dhe humbet gjithçka. Trashëgimin e ardhshme, mbiemrin, çdo lloj mbështetjeje. Elira ndjeu tokën të dridhej nën këmbët e saj. Ishte ultimatumi final. Zgjedhja përfundimtare. Familja dhe parat nga njëra anë, e vërteta dhe qëllimi nga ana tjetër. Shikoj fytyrat e ngurta të familjes. Pastaj shikoj shtëpinë pas saj, dritaren ku mund të shite Arbenin në kuzhinë. Shikoj oborrin ku Besa vizatonte ulur në bar. Nuk kam nevojë deri nesër. E kam marrë tashmë vendimin tim. Unë qëndroj. E ëma lëshoj një tingull që ishte pothuajse një dënesë. Elira, nuk po mendon drejt. Po mendoj më drejt se kur më parë në jetën time. Dhe përgjigjja ime është jo. Nuk kthehem. Nuk heq dorë. Nuk heq dorë nga ajo që kam ndërtuar këtu. Atëherë ti nuk je më një gjoni, tha Daja Genci me zë të akull. Elira buzëqeshi dhe kishte një liri në atë buzëqeshje që nuk e kishte ndier kur më parë. Ndoshta kjo është gjëja më e mirë që më ka ndodhur ndonjëherë. Familja iku pa fjalë të tjera. Makinat luksoze u ngjitën në rrugën me kaldrëm dhe u zhdukën në kthes. Dhe Elira mbeti aty në këmbë, duke u dridhur jo nga i ftohti, por nga lehtësimi, nga frika, nga një përzierje ndjenjash që nuk arrinte t'i emërtonte. Arbeni erdhi tek ajo dhe e mbështolli në një përqafim të ngushtë. Ishe e mrekullueshme. Jam e tmerruar. E di. Por ishe e mrekullueshme gjithsesi. Atë natë, në vigjilje të Krishtlindjeve, Elira, Arbeni, Besa, zonja Emine, zonja Drita dhe zonja Shpresa darkuan bashkë në shtëpinë në rrugën e pazarit. Tavolina ishte e thjeshtë, ushqimi ishte shtëpiak, por kishte një ngrohtësi aty që asnjë darkë e sofistikuar në Tiranë nuk e kishte pasur kurrë. Zonja Shpresa ngriti gotën me lëng rrushi. Një dolli. Për Elirën që pati guximin të bënte atë që mendonte se ishte e drejtë. Dhe për Luljetën që do të ishte ndier shumë krenare. Të gjithë ngritën dolli dhe Elira ndjeu sytë t'i mbusheshin me lodh. Për herë të parë ishte ulur në një tavolinë ku e donin vërtet. Ku njerëzit interesoheshin për të, jo për mbiemrin që mbante apo paratë që kishte. Pas darkës, kur Besa tashmë flinte në divan e mbuluar me një batanie dhe tri zonjat kishin ikur duke premtuar se do të ktheheshin herët të nesërmen, Elira dhe Arbeni mbetën vetëm në verandë. Nuk pendohem, tha ajo me zë të ulët. Edhe pse e di se humba gjithçka. Nuk humbe gjithçka. Fitove gjëra të tjera. Gjëra që nuk kanë çmim. Elira mbështeti kokën në shpatullën e tij. Po sikur të mos arrita mbaj qendrën funksionale? Po sikur paratë të mbarojnë dhe gjithë kjo të shkojë dëm? Arbeni ja puthi majën e kokës. Atëherë do t'ja gjejmë një zgjidhje. Bashk. Sepse ti nuk je më vetëm, Elira. Krishtlindjet zbardhen me një dritë të veçantë. Qyteti u zgjua i mbuluar nga vesa që shkëlqente si kristal në diellin e mëngjesit. Elira u zgjua me Besën që hidhej në krevat. Teto Elira, gëzuar Krishtlindjet. Shkuan të tre në verandë dhe qëndruan aty, duke vështruar qytetin të zgjohej në mëngjesin e tij më të veçantë të vitit. Dhe Elira e kuptoi se ky ishte një fillim i ri. Një fillim i ri i pastër, i kulluar, plot mundësi. Inaugurimi zyrtar i qendrës së artizanatit mjeshtre Luljeta u bë në shkurt. Shtëpia ishte transformuar. Atelje të ndriçuara, klasa të pajisura, një dyqan i vogël përpara ku punimet e artizanëve ekspozoheshin dhe shiteshin me kreditin e duhur. Zonja Emine, zonja Drita dhe zonja Shpresa qanë kur pan pllakën në hyrje me emrat e tyre të gdhendur, mjeshtret themeluese. Fytyrat e tyre ishin në një foto të madhe në murin kryesor, bashkë me historinë e vërtetë se si ato krijuan teknikat që mbajtën një perandori tregtare. Grupi i parë kishte 15 nxënëse. Gratë të gjitha moshave që donin të mësonin, që donin të kishin një profesion, që donin të ambanin gjallë atë art dhe Arbeni jepte mësim mekanike bazë 2 herë në javë, gjithmonë me klasën plot. Paratë e Elirës nuk zgjatën për gjithmonë, por qendra filloi të mbahej vetë.
Shitjet e artizanateve shkonin mirë, filluan të merrnin porosi nga qytetet të tjera. Elira gjeti një punë si mësuese anglishteje në një shkollë lokale. Nuk fitonte shumë, por ishte mjaftueshëm. Mësoi të jetonte me më pak, të vlerësonte thelbësoren, të gjente pasuri në gjëra që nuk kishin çmim. Dhe Arbeni u bë familja e saj e zgjedhur. Nuk u martuan me nxitim, nuk bën premtime madhështore. Thjesht jetuan ditë pas dite, duke ndërtuar një marrëdhënie të fortë të bazuar në respekt, partneritet dhe dashuri të sinqertë. Besa fitoi një nën të dytë pa e përdorur kurrë këtë fjalë. Elira ishte aty në çdo shfaqje të shkollës, në çdo natë kur vajza shite ëndra të këqija, në çdo mëngjes duke i përgatitur ushimin. Dhe vajza lulëzoi në një mënyrë të bukur, duke buzëqeshur më shumë, duke folur më shumë, duke vizatuar familje të plota që tani ishin reale dhe jo vetëm ëndra në letër. Një vit pas Krishtlindjeve kur Elira zgjodhi të qëndronte, ajo ishte në verandën e shtëpisë duke vështruar qytetin të përgatitej për një tjetër dhjetor festiv. Dritat tashmë zbukuronin rrugët, era e gatimeve festive tashmë pushtonte ajrin dhe këmbanat e kishës tashmë binin me atë frekuencë më të madhe që lajmëronte ardhjen e festave. Arbeni ul pranë saj, i kaloi krahun mbi supe. Për çfarë po mendon? Si ndryshon jeta shpejt. Një vit më parë isha e humbur, e vetme, pa e ditur se kush isha apo çfarë doja. Dhe tani shiko. Dhe tani? Tani kam një familje. Kam një qëllim. Kam një jetë që ja vlen të jetohet. Nuk pendohesh për asgjë? Elira mendoi për urat e djegura, për paratë që nuk i kishte më, për mbiemrin që humbi, për familjen që e refuzoi. Mendoi për gjithçka që la pas. Pastaj mendoi për atë që fitoi. Për dashurinë e Arbenit, për përkëdhelit e Besës, për respektin e mjeshtreve, për mirënjohjen e nxënëseve, për paqen që ndjente çdo ditë kur zgjohej. As pak. Besa erdhi me vrap nga shtëpia, duke sjellë një vizatim të ri. Ishte shtëpia e tyre, me 3 njerëz në verandë. Një burr, një grua, një vajzë. Dhe poshtë, e shkruar me shkronjat e shtrembra të një fëmije, familja ime. Elira e përqafoi vajzën, me sytë plot lot të mirë. Arbeni u puthi majën e kokës të dyjave dhe qëndruan aty të tre, duke parë diellin të perëndonte pas maleve të jugut. Në qendrën komunitare, zonja Emine, zonja Drita dhe zonja Shpresa i mësonin grupit të ri sekretet e dekadave të punës. Historitë e tyre më në fund tregoheshin. Emrat e tyre më në fund njiheshin. Gabimi i vjetër nuk ishte riparuar plotësisht, kur nuk do të ishte, por po shërohej pak nga pak. Dhe Elira e kuptoi, atë pasdite të ngrohtë të një dhjetori të ri që po afrohej, se kishte shkëmbyer një trashëgimi financiare me një trashëgimi të vërtetë. Kishte zbuluar se pasuria nuk qëndron në atë që grumbullon, por në atë që ndan. Se familja mund të ndërtohet me dashuri dhe zgjedhje, jo vetëm me gjak. Se e kaluara mund të riparohet, edhe pse kur nuk harrohet. Dhe se disa njerëz zotërojnë diçka që asnjë para në botë nuk mund ta blejë. Karakter. Dashuri të sinqertë. Dhe guximin për të bërë atë që është e drejtë, edhe kur kushton gjithçka. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Elirës, Arbenit dhe Besës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim të rifillimit, dashurisë dhe riparimit, lini një pëlqim, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju bëri më shumë përshtypje në këtë histori. A ju është dashur edhe juve të bëni zgjedhje të vështira mes rehatisë dhe ndërgjegjes? A keni zbuluar se familja mund të ndërtohet dhe jo vetëm të trashëgohet? Ndani me ne reflektimet tuaja. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që na bëjnë të mendojmë për rrugët dhe zgjedhjet tona. Ju presim në episodin e ardhshëm, me një tjetër histori që do të luajë me emocionet tuaja dhe do t'ju bëjë të reflektoni për atë që ka vërtet rëndësi në jetë.